Kur qysh, për tonë mërzita veç për Homzën mas përti. Se kom i mirë, e trem, e gudzëmtar me tana, se bëlla dhe ademin. Po edhe me ademin, me Homzën ma fërta, Homzën ko për dit, me një cjenë, të parët, blaga. I këna po, e këna ru mutër. Kurëm ka orani, kumrun, ka ru djali ma me djallë vlavt, se një kone smu për syve, din atë, po në arone, jem asinat e mu këshën sy, djali ma lavdhimi, ka ruë ka qilë rëva. Unë kom punu 15 vjetë me Homzën sa fabrikë. Ja, thire fabrika municioni Trepsa, Skënderaj. A kuptove? Edhe vallaj, këna ru, këna ik, 28 cupa. Klinën e mesme. Një djali misi ka pandje, që më rënë të njënaj. Edhe në kënije, të jasartë. Me Homzën tonë një, po me Homzën kom punu atë një mas mirë, dhe kom gjopse. Homza, me dhe kom e shkull, dhe gudën tore të ne ka postë. Po, vallaj, ditën e parë, po, bravo të kull, ka të një në kam. Dytën e ditë që mësë më trajti na iki na shku në Aslan. Të henë ka të dhe ushtime, ma, të henë ka që, ata zëva i 28 hije, një djali misi i kanë dheje. 28 cëpa kanë rriti a shartë, atë jenë Skënderaj. Mëngjes si zbardhe, por jo si çdo mëngjes tjetër, ishte mëngjes gjako, në orët e hershme të 5 marsit të vitit 1998, në Prekaz u sulmua sërish familja Jashare nga ushtria serbe, ku mbetën të vrarë mbi 50 anëtar të familjes Jashare. Ikja ishte zgjedhja e disa banorëve të Prekazit, por jo e të gjithëve, sepse pavarësisht fundit, shumë prej tyre qëndruan për të bërë ballë bombardimeve të shumta. Haradin Shabani ishte njëri nga ata i cili kishte qëndruar dhe kishte parë mbi 20 tanke serbe që ishin afruar në Prekaz. Dita e parë e sulmeve është e guzhduar ende në mendjen e tij. I këna po, e këna ru mutër. Kurëm ka orani, kumrun, ka ru djali ma me djallë vlavt, se një kone smu për syve, din atë, po në arone, jem asinat e mu këshën sy, djali ma lavdhimi, ka ruë ka qilë rëva. Unë kom punu 15 vjetë me Homzën sa fabrikë. Ja, thire fabrika municioni Trepsa, Skënderaj. A kuptove? Edhe vallaj, këna ru, këna ik, 28 cupa. Klinën e mesme. Një djali misi ka pandje, që më rënë të njënaj. Edhe në kënije, të jasartë. Me Homzën tonë një, po me Homzën kom punu atë një mas mirë, dhe kom gjopse. Homza, me dhe kom e shkull, dhe gudën tore të ne ka postë. Po, vallaj, ditën e parë, po, bravo të kull, ka të një në kam. Dytën e ditë që mësë më trajti na iki na shku në Aslan. Të henë ka të dhe ushtime, ma, të henë ka që, ata zëva i 28 hije, një djali misi i kanë dheje. 28 cëpa kanë rriti a shartë, atë jenë Skënderaj. Jo, allo, jashtë nga një djali mis me daj kam varrës, bëlla. Se s'kem mu, s'kem pa shonë të kërkush ma vëmë të ngatë. Se rëthekunë kom. Pe kojtë atje gjushin. Edhe në qëta ditën dita tretën i kanë morë primin, neve jesa kanë zonë, ma kanë morë djalin e ma vlavën, djalin e vlavës disa vetë i kanë zonë që të numë dhe i thëjnë. U dhe më kushnitës, për ma vetë në devë që ato, edhe i kanë marrë bërk në Tërvicës. Kur niva, këta nuës, na në përmole, këna hjek bëllë. Parën e fëndzivja dytën, benzina ik, e i në shkun dëshef, nuk dhja zvetë që shmë thot që shëna përtu, a ka gjo mashti se mi po tenken me sy, i gjujke ma kërmal edhe rëzallë. E vallohi që këtë djalli tretë. Ti që me thonë asë vetë pa këtut, po që me bota, sa dikoj dhe të tretë. 58 jetë të mara, 58 trupa të vdekur të antarëve të familjes Jashare, për se cilin ishte dhimbja më e madhe se për tjetrin, për Bac Haradinin, për vdekjen e Hamz Jasharit e përjetoj dy fish më rënd. Në Aslanë për të Libaveti. Për të Libaveti.
Në kanë zatet motër, se me zatet në këshim fshi, për probleme koj nga vicina ko preka, qyshi me në zona, ko katastrofë. Atje me dhe kanë kry, mas 4-5 dite, djoli mis, jo në tash, më 7 vjetë më që më rajtë, djoli mis të ko, ka qilë borë, kur qysh, për tonë mërzita vish për homë dhe mas përti. Se ko, i mirë, e trem, e gudëm torë me tana, se bëlla dhe atemin. Po edhe me ademin, me homë dhe ma fërta, homë dhe ko për dit, me një qenë, të parët, blagajnë. Këna bo më habete, s'ka ditë kush që bohat kështu. 25 vite kaluan nga sulmi i 5 marsit, por çdo kujtim është ende i freskët nga vrasja e Ademit dhe familjes së tij. Basa Haradinit i freskohet çdo herë plaga kur kalon afër varreve të tyre. Burrat po, kush ka dosh mirë ki, kush ka mute. Po, valla, pa e zgudesha mi këqyre. Më gudu mi këqyre. Që s'mu ka dhejnë. Edhe në Serbes të i thëjmë dajs latë kokone, latë brëndjikin e së djemë të ti. Karshi me fabrikën atë, a i hëgja, ka hukon. Ku shënin vesën shqiptarë, qështë që ka dhejnë këta? Sa më thonë? Qështë? Si kanë liftu për batan vetin, për krejtë Kosovën, për tana. Valla, kaj he shkoj e kaj he nuk shkoj për dhejnë të. Se për diqyshe një vetën mërzeqë. 3-4 kote vorët, kërë marë, të vorë tonë, blavnije, qka duhet, babet, thuj, kur disha të homë dhe te për mërzeqë. E këmë doshtë tonë, kem pas në me taj motë, se kemi e s'konë, ma s'ka pas asfalt, s'ka pas rrugas. Për la që përshie për bosh, ka shumë në tjallë. E kom shumë jeri me tjallë. E i dashtën, e ka di vetën, e ka në ruë djallë.